Menaxhimi i mbetjeve vjen të jetë një problem ende i pazgjidhur për institucionet. Një prej pikave më shqetësuese se e takon depozitimit të mbetorinave është poshtë urës në vrak, pak metra larg segmentit rrugor Shkodër-Koplik. Kjo zonë është kthyer prej kohësh në landfill, ku mbetorina të ndryshme urbane dhe inerte depozitohen nga persona të papërgjithshëm, duke ndotur ambientin përreth, ndërsa vëre që shpeshherë mbetorinat edhe digjen. Vetëm pak metra nga rruga nacionale Shkodër-Koplik, pranuar së vrakës, vjen prej kohësh të depozitohen mbetje inerte dhe urbane, duke ndotur krejtësisht ambientin. Banorët e kësaj zone kërkojnë që të merren masa për frenimin e këtij fenomeni. Jo sot po i pastrojnë, herë si pastrojnë, se ka herë hellin tu, i hellin natën, s'ka tjetër gjë, s'ke këtu veç me pasëroj. Bashkia me verifiku mate e perifie. Me zanë, me vu gjobë që që keme te, me zanë, se si hellë para shpizës vetë ose dikun tjetëraj. Lyp vesh kosha me ne vu, as kosha se kanë vu, as kosha se kanë ba, e këto shqetësuese se janë. Nuk di ka vinë, po një këzonë se s'ka ka vinë tjerë, se s'vinë tjerë, por kur s'ka kosha, nuk i tërje kosh, s'ka makina me i marrë atër, me të rinjët banë gromë. Ju shqetësoj? Po që shqetësoj. Po edhe banë, mundet me marrë dhe mali. E kthyer tashmë në një shqetësim, banorët kërkojnë që të gjobiten persona që ndotin ambientin, se e vetmja zgjidhje për frenimin e kësaj problematike.